profesuri ka qenë, edhe ai ka qenë snajperist. E tashti na e kemi po shkollën e policisë e cila ka qenë nër ne. Na jena kom pak në pozicion më nalt. Edhe kemi po se i kanë bloku 346 fëmijë, janë konë ka 16 vjeç, 17 që janë konë në shkollën e policisë të mësu në shkolla aty, fillimi ka qenë. Edhe për aty, dhe me thonë, na jemi shku për me këshyrë, me vëzhgu, me ato këtë, neve muë, mas pari e ka rok ato e ka rok në zemër, qatë djallin, mensurin, edhe unë të shku me morë ato mërë, edhe muë më ka kapë njëtën vend biq ma poshtë në stomak. Kështu që muë më ka dashtë, 6 orë, deri sa tërhiqen, jam konë pa asni pik gjak, dhe me thonë në konë plotësisht i plëksht, kanë orë disa, bile me thonë të është një djalësh i ri, o konë ka morë vesh shpejt edhe ka orë edhe më ka një mund 4 jek me një qebe zhag të engre, për më qu dhe me thonë të spitali. Ta është 6 orë ka zgatë 1 kilometër e gjys të e në spital, se ka qenë edhe në dekasarne nuk mund ke kush me dëpërtu. Ka qenë të merë shumë, shpesh herë për men edhe Suleman Klokoqi, dhe me thonë në kona për shumë lufta, lufta e Bosnës, sidomos e Sarajevës edhe Kosovës ka dalim të hatashëm. Në Sarajeve e konë obligator, pa tjetër o konë dhe me onë i mobilizum, i konë gjdo kush o konë i mobilizum, e lufta e Kosovës ka qenë luftë vullnetare. Kush ka dasht, dhe me thonë ka marrë pjesë edhe u këthyn shpe, e këtu o konë obligatore. Dhe me thonë logaritën 670.000 veteran të luftës që i konë luftën e Bosnës. Si dolët me pas? Si u këthyet në Kosovë? Në Kosovë nuk jam këthy une, nuk jam këthy, se jam i lindër dhe i rindur në Sarajev. Baba jem ka migru në vitë 57 në Sarajev, kështu që unë jam i lindër, i shkollum në Sarajev, dhe pastaj këto gjona qyshen ase mësi ka përfundu lufta, në 3 vjetë mas përfundimit të luftës, e kom pas që unë në qytetin e lindjes jam si refugjat. Edhe e kom njek një rrugë që me jek fëmin për atyit, mës me konë ma viktima, se djali sot e ma menë shumë mirë, edhe vajza, dhe me thonë... I kam përjetuar? Rrugë, po, e kam përjetuar në shpirë, dhe me thonë, edhe e kam marrë rrugën e mërgimit, që e marrë në Suedi, që s'kam njoftë asken, jam lajmëru, dhe me thonë, vitin 98, në fund 98-ës. Kështu që, dhe me thonë, jemi konë ma shkurt refugjat në qytetin e Sarajevës, se s'ka pas bashkëpungjajsh. Këtë në zero, dhe me thonë. Si mendoni që do mbyllet kjo histori që është hap tani? Po, tashti sa për sqarim të këtyre, dhe me thonë këto zgjasin shumë, sikur këto gjykatat që janë speciale, gjykatat ndërkombëtare që janë, dhe me thonë, secili që ka shku për të dhënë deklaratën, u shpall thet unë jam i pafajshëm. Dhe me thonë pse janë myt 100.000 njerëz pafajshëm, dhe me thonë a i thet unë nuk kam faj. Dhe me thonë sikur se masakra e Srebrenicës që ka ndodhë, neve si ushtri të Bosnjë e Hercegovinës nuk na kalon mu afru, u konë 10 kilometra ka qenë aja farë rampa, që shqithonin gjuhën Shqipe, nuk e di, një blok aty që shkuj ke stop US Army, dhe nuk mund është me shku ma nej. Sikur të ishte ushtria e kyqën në Srebrenicë, nuk do të ndodhë këtë masakra që ka ndodhë sot. Se 93-ën në Srebrenicë ja kanë mbledh krejt armatimin, bosnjakëve, musliman që në konë, edhe i kanë kollë, midis qytetit i kanë kollë, edhe i kanë thonë, ju jeni në patronatën e Kombeve Bashkuara, ne ju ruajmë deri në momentin kur t'ju vjen Ratko Mladić që shefi i ushtrisë serbe, edhe i mashtron, edhe aja masakër ka ndodhur për 47 minuta. 47 minuta e myt 11.000 njerëz janë likvidu, dhe me thonë edhe jo konë këtë e planifikume në këtë aspekt. Kështu që kemi pas një tmerr të hatashëm, po se si do të përfundon kjo
që ka ndodhë ma e reja e këtyne snajperitve italian, apo britanez, apo holandez, belgian, të mbar botës që ka pas aty, se shtabi kryesor i Kombeve të Bashkume të këtyne ushtarve, që i thojnë këtu i thojnë UN, të United Nations, që janë ta Kombeve të Bashkume, janë konë 9.000 ushtarak, janë konë edhe ushtar, me shefin e tyne Satish Nambiar nga India, o konë shtabi kryesor. Edhe këtu tashti është shtrohet pyetja pse nuk intervenoi NATO. NATO-ja ka tentu edhe ka intervenu. 3 ditë ka zgjat intervenimi i tyne dhe kanë parë se nuk është e mundshme, konfiguracioni nuk e lejon këtë bombardim, edhe ata kanë shfrytzu ushtarët e Kombeve të Bashkume për t'i lidhë në për shtylla të rrymës, në për ura, i kanë lidhë dhe ka thonë, ju muni me bombardu, po na ja mysmi ushtarët e ju i kapi për dorë. E se si do të përfundon kjo që u nis sot, shefja e Sarajevës bashkiake, kryetarja, e ka nis këtë iniciativë, aja ka qenë e re në atë kohë kur u konë, po tani e tutje se kush do t'jenë ata, qysh do t'jetë aja shumë vonë, po sidomos do t'i bjeni hije keqe ndërkombëtarëve, se ndërkombëtarët e kanë pas dijenien e Srebrenicës. Srebrenica është tragedia më e madhe historike mas luftës së dytë botërore që ka ndodhur. Bill Clinton sa herë të vjen në përvjetorin 11 shtator që vjen sa herë të vinë në Srebrenicë, dhe me thonë ai kanë edhe ato gratë e vesin, ai thëtë që i faj ka qenë jemi, ai e pranën që se këna nolë, a kanë mujtë me ndonë. Këtu është gjona dhemshme ka se kanë posteri pastaj, kanë formu logorët që kanë qenë jashtë Sarajevës një, dhe me thonë, thujan qytetin e Sarajevës të aeroporti, jo konë logori kula, që i kanë shti vojzat veç, gratë veç, burrat veç, i kanë detyru baba me dhënu qikën, djali me dhënu nonën, dhe me thonë, ata kanë qenë prezent. Dhe me thonë, ka pas logori, 11 logori në konë në përket Bosnjë Hercegovinë. Dhe me thonë, ka bon qmës, edhe bashkësia ndërkombëtare dhe mon 3 vjet e gjysmë ka këqyr, edhe absolut nuk u morë me këto sende. A ka pas shqiptar të tjerë që kanë qenë pjesë? Po. O ka qenë Halil Bicaj, ka qenë edhe ministër i mbrojtjes në kohën kur lufta u nis në Kosovë në Tiranë, ka po dëmon kur u vra edhe ministri i mbrojtës Ahmet Krasniqi, ka qenë Halil Bici, ka qenë Bislim Gjirafi, sot gjallë është, ka qenë Nezmedin Kastrati, ka qenë Gjafer Kabashi, Ramiz Bejiqi, ka pos plët oficirë të lartë që kanë luftu prej ditës të parë tek të në të mbromën. Po shka o ma karakteristike, kemi pas edhe oficira edhe ushtarë sërbë, që jenë konë prej ditës të parë tek të në të mbromën, jenë konë me në ushtërinë e Bosnjës së Hercegovinës. Edhe një shka o ma karakteristike, një këngëtar i njoftën është i Bosnës, ka qenë sërbë, Tifa, e ka pasën Vojislav Vojqić Tifa, dhe me thonë, ai ka qenë pjesëtar i luftës në anën tonë, ka qenë në brigadën teme, edhe shpesh herë theke, deri kur këta dushman do të nalën me bombardime. A babën edhe nonën edhe vllahun e ka pasë në 1000 metra pej vetës, e dhe me thonë, ata kanë gjuhë, po ata se kanë zgjedh mjetët, se ku po gjujnë, shka po gjujnë, ka për mysin, a ka po bon. Dhe me thonë, nuk ka pas kështu, me thonë, nuk ka pas mirë kuptim. Se lufta nuk zgjedh me jetë. Në problemin e këna pas me ushqim, e këna pas me nxemje, kërkush asni banes ka met pa mobile, pa parket, pa asgjon, pa dyri, kanë gjekë 2-3 vjetë të gjysë me shka të mund nëzedi qysh. Po fati maj mirë, që unë e ka njëherë, thama 15 të gaboj, që Rusia
nuk e ka leju Serbien me enal gasin e tyne që u kon kontrat me Sarajevën. Edhe aja neve na ka pështu dhe më onë për mi nëzhe durët, se qështu kanë orë tu nëzhe, dhe me thonë të eri në shliru, u konë problem. Me thonë, aja u konë një të merë, që pak kush që e ka përjetu deri në luftat e sot që janë unë kur isha ato në Gaza shka ndodha aty dhe më onë jes pa tekst, se e di që e kom përjetu vetë njëtin gjao. Zoti Zugo, unë të falenderoj shumë për bisedën, për rrëfimet që u bët për këtë ngjarje, një tmerr që duhet të rikujtohet që të mos përsëritet. Patjetër, unë e kisha posur qef, dhe më unë që numrin tani të Juvin e kam ndaj herë, që është mundësia për ta vizitu Sarajevën, e kemi atje edhe Muharrem Zenullohun, i cili ka qenë ambasador i Bosnjë e Hercegovinës në Shqipëri 4 vitet plota gjatë kohës së luftës, mëna luftës unit, tani luftës Kosovës, edhe ka njerëz shumë që kanë dhënë kontributet hatashme, ka pas shqiptar vetëm në qytetin e Sarajevës, edhe një statistik, janë të vrarë 177 shqiptar. 177 shqiptar? 177 shqiptar i kemi dosjet edhe emnet e tyre që ekzistojnë sot dhe që ndojnë në të shënuar në klubin Bajramçorit. 177 kanë pas ofër 2000, dhe më thonë tonë Bosnjë e Hercegovinës përmi 2000 njerëz që kanë luftu për ushtrinë bosnjake. Po edhe ata kanë qenë falenderues. Kur u nis lufta në Kosovë, janor të njëjtit, thet ne jemi të gatshëm për me shku mbrojt vllazërit kosovar se ata neve na kanë ndihmuar. Aty kam qenë prezent, kur janor më lajmëru, edhe ju kemi thonë se jo, nuk është koha, nuk na vyn luftar të ri, nuk po dojnë na me bë luftën sikur që u bën këtu. Se po t'i shpallke Ibrahim Rugova luftën Serbisë, në atë kohë ishë Jugosllavisë. E njëjta gjë kishte dosin Bosnjën. Ke shtetet e ndërkombëtare këtu që janë Evropa dhe Amerika, që thonë, provoni ju ta këshirni tek kur po shkoni. Po këtu keni pabarazi. Në Kosovë një pjesë e vogël e ushtarëve të UÇK-s që u lënduan vullnetar, të mirët këçi që ata e pron lirinë e pron edhe pavarësinë. Do të thonë, aja ka ndodhur se po ti shpallke luftë masive, atëherë s'ka pas pështim. Edhe i falenderojmë gjithë edhe Shqipërisë, domethënë që i kam shëll syt se edhe Shqipëria se ka pas letë me pas formacione ushtarake paralele me një shtet, domethënë të huaj, me hipe nga Shqipëria për mira Serbisë, në tona nuk u kon letë për qeverinë shqiptare në atë kohë dhe për shqiptarët. Po gjithsesi shkon një falenderim i madh për ata që kanë dhënë kontributin, edhe për ju media që jeni më të mira domethënë që zbuloni çdo gjë që është e mundshme, edhe ju uroj sukses e gjitha të mirat. Faleminderit për këtë intervistë. Jemi të gatshëm për çdo herë, çdo sen apo në të ardhmen edhe me konë në vendin e ngjarjes, me shku me vizitu ato vende, jam i pa problem. Për bisedën.